Mirë mëngjesi nga dita tjetër, janë zgjuar sot ishte hershëm, kemi fjetur që në orën 8 të darkës dje, edhe jemi zgjuar që në 7 sa ishte ora. Ishte 6:30 kur u neve këtu dhe tra maksimum të njerëzit në Shqipëri. Po, sepse janë një orë mbrapa edhe fillon po nisnin foto edhe kemi zgjuar edhe nga qumi, tha njerëzit atje, po ne kemi fjetur që në 8 në fakt edhe i bëm orët e qumit e nuk ishim se si flinim më. Rezi hajde pim në një çaj këtu te balkoni, çaj ishte qamet, më të shëmtuar nuk bënde më nëna. Po ti pas ke pirë? E pirë? Po e pirë. E kishte çaj të zi edhe e ka pirë, zoti i madh. Ne kishim me limon edhe ishte jashtëzakonisht shumë i keq. Kam edhe disa fruta, kishin çuar që dia ata të hotelit, rruzh, banane, portokalle, po diun ishte. Ky rrush ishte me fara një herë. Kisha 100 vjet pa ngrënë rrush me fara. Daj gjysëm? Daj gjysëm. Si që fara më shë? Tani pas kësaj kafes që s'na shijoj, po na shijoj pamja, nuk ka rëndësi. Kemi të ngrihemi, të ikim. Kemi pamje me sorra. Po lojnë me sorra, ndërkohë Rezi me krenë, po u hedhin rrush. Janë miqësore sorrat. Po pamja është fantastike, deri tash po na pëlqen shumë, nuk e di. Po atë plazhi aty, ka mundësi plot edhe për argëtim. Ka dhe zhytje apo e tham ti që ka dhe zhytje? Tham ti. Okej, mirë, po bëjmë për përsëritës. Ashtu, ka zhytje të fish. Ka zhytje. Po më do të hym të dy ndonjëherë, se kemi kur jemi fëmijë të vogël normalisht. Edhe se dim, ngre për ta eksploruar. Ushqimi këtu ishte, nuk e di domethënë. Njerëzit janë si thonë, si është friendly. Janë shumë i flasin krenës, neve na flasin, janë goxha të dashur. Tani ka shkuar ora 7:44, edhe neve themi që të ngrihemi se në orën 7:30. Në fakt ishin dy restorante që njëri hapen 7, njëri 7:30. Ne do shkojmë tek ai që hapen në 7:30, të ha mëngjesin. Themi të marrim ndonjë gjë me vete, po pati mundësi më shumë për krenën se për neve. Do marrim një dy biftek për krenën. Ja kanë anëna puzetit. Jo, po normalisht që duhet marrim. Thonë që ti themi s'ka që do të paguajmë, se nuk mund të shkojmë në plazh, që është sigurt që do ta marrë uria se në det na merr uria të gjithëve ne. Dhe deri në 12 që do hapen ato, ne sa të vim bëhemi gati neve. E diku ishte bukur që këtu kishte dress code që nuk mund të futesh për shembull deri si doje me ato kimonot për shembull ose ku diun që të duken rrobat e banjës dhe e bukur është unë nuk kam marrë shumë rroba për të shkuar në restorant. Marr vetëm për darkën, po jo për drekën ose për mëngjesin. Edhe më shumë nxit do përfundoj prapë me atë fustanin që isha dje, se me atë të paktën nuk më thanë gjë, ose s'mbaj njëri, ku diun. Po jo, nuk ishte shumë i eksagjeruar ai. Besimi që kemi edhe mami, po kemi në dhomë. Nuk vin dot për arsye veshje. Jo, pa i kisha vetëm kurrizin mbrapa që unë mbula me flak. Wow, se bukur. Morë rrushën e krenës. Morë rrushën e krenës sorra, shikoni pak sorra tani. Edhe pami që kemi neve. Po i hedh rrushën gjithë krenave. Hite se fara ishin ato të thyen dhe Një gjë bëj përshtypje me këto sorrat këtu, se janë shumë të organizuara. Duken të tëra të mëdha, edhe ushqeni njërin të gjitha. Mirën ushqimin aty ushqeni njërin. Edhe sorra ndihmon sorrën, vetëm njeriu se ndihmon njeriu. Ne do ta mbyllim tani këtu dhe neve do ikim avash tani se do na han vezën atje. Po na pret dëti. Pret dëti atje. Të vemi krena u vesh në fakt me rrobat e plazhit po neve akoma. Ne jemi të sigurt se deta është oqean, po do vëmë ande. Do vëmë na pëllgu. Po të kishë bërë kërkime edhe ti. Prit se do bëjmë kërkime çfarë është det apo oqean. Sa unë thosha është oqean, ky thosha është det. Tani kush ka të drejtë? Duket qartë që me biologji, me gjeografi kemi qenë 10 xhin të gjithë. Të fishim të bëjmë gati, erdha tani. Që ka shumë arabisht. Që ka arabisht, deti kuq. Po mirë këtë as dieti që ishte deti kuq. Po unë kisha dëgjuar më parë. Ja, me gjeografinë si jemi mirë. Ju më dëgjoj mësuesi e gjeografisë. Si ka që erdhëm këtu ta shohim si detin e kuq, po kish i kaltër. Po vetëm s'pas të kuqet. Tash jemi për pak të deti kuq. Që është i kaltër. Neve unë nisëm për të shkuar te lokali më në fund, harruam ato çantat ato që do merrni, u kthye Rezi tani. Unë jam me krenën edhe kishëcia dhe ky dielli, nuk e di, kam nevojë për më shumë diell në jetën time. Nuk duhet jetoj në Gjermani, nuk jam bërë për të jetuar në Gjermani, valla. Ai njerëzit tu të qetë pa hanë mëngjeset e tyre, për çeft të zot. Shkojmë edhe ne tani të ham po aq të qetësa këta. Shpresoj që të ketë një çik ushqim të mirë. Të thashën se do flas më për ushqimin, do flas për ushqim, jetojmë. Gjithë njerëzit jetojnë për ushqim, jo vetëm unë. Gets cold, let's turn up the heat, yeah. With every beat we feel the night could be served.
Ora 9:30 dhe ne tani me zim bërritëm në 8 sot i ma. Unë shtriva pak këtu te shezlloni. Krena me Rezin shkojnë aty te deti. Unë si mami kur ishim ne të vegjël që thoshte shkoni, s'ka gjë. Ne na vite keq për mamin. Mami s'ka qenë mirë fare. Shezllon aty duke ndër qet saj. Pa dëgjuar 100 qara, 100 mami. Edhe direkt sa ulëm erdhi një nga këta të turave. Ishte për të parë koralet ku ne prenotuam atë, tham hajt varja të shohim në një gjë, pavarësisht se i bie që 10:50 duhet të jemi atje, sa të qetësohemi çik këtu neve do ngrihemi të kemi atje pastaj. Edhe kështu do luajm pak me krem tani, se kam lyer vetëm kurrizin, edhe do shkoj edhe un pak në det të lagemi çik për si vjet. Ta prekim çik ujin edhe ne tjerë. Nuk pas ka shumë njerëz, shqyr zotit. Edhe këtë shezllon nuk jam shumë e sigurt nëse do shkojmë apo jo tek dhoma, pavarësisht se mirë do ishte që të shkonim të paktën që të çoheshim 1 orë 2 orë, po të ze frika për sotin, se frika që të shkosh në dhomë se me zidel pastaj se 100 gjëra harron, do 3 orë të bëhesh gati edhe tani mëngjes edhe pse u zgjuam herët e morëm me Terezi prap me vonesë, u kthyer Rezi 100 herë në dhomë për të marrë gjërat që kishim harruar. Tani do shkoj të shijoj pak kohën me familjen. Ua, harrova të merja atë. O, se budallaqe. Harrova të merja atë që lexon libra, se më ka bler burri. Mori një ditë përpara se të vinim, edhe nuk e keni ide se sa u lumturova. Lexova atje tek avioni dhe ishte tamam sikur kishte libër, po thjesht ishte version shumë i vogël, shumë i praktik, shumë i rahatshëm. Edhe mezi po prisja që ta lexoja këtu pak në shezllon, po me sa duket duhet të kthehemi prap për të marrë edhe atë sot i marr. Po nejse, do shohim nëse do kthehemi në dhomë që shtrihemi që çojmë apo do flori krena këtu në shezllon, se pa fjetur në drek ajo pastaj do na kënaqë. Po bashkuar dhe burrin e bëm ndonjë zhytje jo, po thjesht u futëm në det. O, ishte shumë i ftohtë, po nejse mësohesh, nuk e se ishte nejse. Shikoj që krenën në rrez. Krena po dëgjoj çik muzikë, fillon duke kërcyer, duke u dritur e gjitha. E tani po shikonim pak të letrën me sporte, ka gjitha të sporte. Do shikojmë se çfarë mund të bëjmë, po unë doja shumë që të provoj atë me parashut, që të tërheqin ata me skaf poshtë, po sa pash ishte me 2 vende që me shumë mundësi mund të duhen 2 njerëz, dhe ne të dy nuk futemi dot njëkohësisht, fatkeqësisht. Është instruktori? Unë pash 2 goca. Unë pash 2 goca atje, s'është. Këna. Po, gjithsesi kjo që prenotuam neve ishte anije me xham poshtë, do shikonim koralet, peshqit, këtu. Kishte edhe peshk këtu tha Rezi te bregu, po unë nuk pash në një krenaj po. Ishin ca grime kështu me të verdhë shumë bukur, ata të zinj. Aha, pas ka pasur ngjyra. Do t'i marrë edhe ju me vete kur të shkojmë atje, patjetër. Të shkojmë koralet të gjithë bashkë. Ha mendese. Okej. Syzet e mia janë më të mia, janë të krenës. Mi mori. E nëse ku po fillojnë po vinë njerëz të tjerë. Po pse mi morë me mami edhe i le atje? Edhe bëm mirë që morëm ushqim, nuk e di u thashë po morëm ushqim me një tas. Se krena direkt pasi doli nga deti tha dua buk. Ne mund të shkonim edhe te lokali po sot, të shkonim, me të vinim, me të hani, me të pinim. Rezi po pyet këta njerëz. Se ky vlog do jetë vetëm me shkëputje nga të gjithë njerëzit e mundshëm. Prenotuam një tjetër aktivitet, atë me parashut. Doja shumë që ta provoja, nuk e di është sot dita që duhet ta provoj. Edhe për çmimet që na mori ky çuni. Ta për ata anijen që do shikojmë koralet ishte më duket 20 euro personi, 40 euro dollar, se flasim me dollar, 40 dollar të dyja dhe na mori 2000 lek egjiptian, që ishin 43 dollar. Kështu që kishte mbajtur vetë bakshishin ai ideali. Nuk i dhan bakshish. Ndërsa për parashutën tha 40 dollar personi dhe 80 dollar të dy. Bëm llogarit, dilte 83.84 prap dollar, kështu që prap e kishte mbajtur bakshishin. Normalisht që as nuk i tham gjë, zëre se do ja jepnin bakshish vet ato, po nuk i dhan bakshish ekstra me pak fjalë. Që po ua them me detaje që të keni parasysh se e di që pjesën e lekëve gjithmonë do pyesni, s'keni ndërmend që ta viziton. Gjithmonë marr pyetje mbi çmimet, edhe unë nuk e kam problem që t'i them çmimet, dhe për aq sa unë nuk e kam problem në këtë kanal do dëgjoni gjithmonë rreth çmimeve, që ti dini, ti keni parasysh, doni ta vizitoni, kjo çmimja këtu do ma hiqni apo ta hiq vet. Kështu, do t'ju marr me vete tek këto dyja aktivitetet. Besoj edhe një 5 minuta do nisemi për tek varka me xham, të shikojmë herë ja vlen ato lekët bakshishi ja dham atje apo jo, pa dienin ton. The night
show. Are you down for it? Tell me, are you down for it? Boy, I'm ready for the thrill, yeah. No holding back, it's real, babe. If you lose your way and shine through the shadows. Mbaruam edhe Qiron me var, ku kënaqëm shumë. Zgjati një orë. Në fillim qëndruam lart te pjesa lart sa mbaruan të gjithë njerëzit këtu poshtë. Dhe pastaj erdhëm ne këtu poshtë. Okej. Duket. Ishte shumë e bukur, gjithmonë uji është shumë i bukur me mrekullitë dhe me perlat e veta. Na çuan edhe muzikë, na dhanë edhe disa pije, i paguan vetë domethënë, jo se na dhanë ata. Dhe u kënaqëm, krena ka pak frikë, me thënë të drejtën. Tani nuk e di nëse do hipi me ne aty tek balona apo jo, është sigurt që do ketë shumë frikë se nga lartësia, po të shohim se ç'do bëjmë. Tani po presim që të na vinë këta që na marrin. Nuk e di se sa mund të kem filmuar edhe për ju, po shpresoj shumë që t'u kem bërë të ndjeni edhe ju sikur jeni këtu me ne. It's real, babe. If you lose your way and shine through the shadows, baby, I'll shine through the shadows. Darling, nothing can come in between us. 'Cause your breath's the rhythm pulling me deeper. You know I'm caught in gravity, falling, I can't believe. U kënaqa njerëz, u kënaqa. Nuk kam fjalë tjetër përveç se të them që u kënaqa jashtëzakonisht shumë. Sidomos me këtë parashutën në fund, nuk e di se sa jam kënaqur, edhe Rezi tha që i pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Na bëri foto ai, i morëm edhe fotot, normal, edhe video tha, unë nuk e di se ku me çfarë na bëri video, po tha që bëra edhe video, do na i dërgonte pastaj, e bën pagesën që atje tek. Pastaj erdhën na morën me një taksi var, i tha Rezi aty, mund ta ngasi gruaja ime të lutem. Mos të skatur Rezi se t'ishte për mua. Me la ai ta ngisja derisa erdhëm aty, edhe pse i thashë s'ka gjë se mund të ulem aty tek vendi. Jo, tha ai mund na çosh ti deri te bregu, edhe i çova unë deri te bregu. Tani do rrezuam peshqirët sepse i merrni me këto kartat edhe helikopteri i ushtrisë. Na pushtuan! Po na ruan helikopteri i ushtrisë apo kanë gjë me ne? Aq nga spitali. Okej. Tani ka shkuar ora 12:30 ose 1 ose nuk e di se sa ka shkuar, po do shkojmë direkt që të ham. Nuk do qëndrojmë prapë te plazhi dhe pastaj do shohim nëse do shkojmë tek plazhi apo jo prapë, do shikojmë si jemi me Terezin apo do kthehemi pak tek dhomat, qetësohemi pak. Po kështu u kënaqa shumë, njerëz u kënaqa edhe me atë të koraleve, pam gjithë ato korale të bukura. Nuk e di nëse është kapur mirë nëpër video apo jo. Shpresoj shumë që të jetë kapur mirë. Pastaj më 18% pas kam unë. Kështu që do na duhet kthehemi në dhomë, duam s'duam. Mbaruam edhe drekën ne, vendosëm që të shkojmë tek dhoma e hotelit, të rrim një orë pak shpresoj që të rrim aq, po vështirë është që do rrim vetëm aq, më shumë do rrim. Dhe ne vendosëm që të shkonim të flinim në hotel, pastaj të rrim 1 orë ose 2 orë në pishinë ose në det, dhe pastaj do rezervoj për një restorant à la carte. Tani po pres një nga ata stafit të hotelit në fakt që të vi të më tregoj si rezervohet, ishte me rezervim përpara. Shpresoj që të ketë vende, mos të përfundojmë prapë te bufeja. Po edhe po përfunduam prapë te bufeja, e meritojmë sepse nuk jemi shumë herët për rezervim, nuk e di se si kanë. Ndoshta edhe mund të ketë vende, po qofse është fati ynë, po qofse s'është, aty bëjmë. Gjithashtu morëm edhe ushqime vete, se prandaj vendosim që të shkonim në hotel, duke qenë se morëm ushqime vete. Këtë herë pyetëm ata të lokalit dhe thanë patjetër mund të marrësh çfarë duar. Dhe të paktën të ketë krena ushqim, qofse do na duhet që ta ham darkën pak me vonesë dhe mos të rri pa buka jo të paktën. Kështu pasi të mbaroj këtu, do shkoj të shqetësohem pak atje, do lexoj ndonjë libër, do editoj ndonjë video, se edhe pse jam me pushime editojmë akoma. Po kur jam ashtu e qetë, qofse krena është në gjumë editoj, nuk e kam problem. Nuk më bezdis madje, e kam me qejf. Po nuk më zuri gjumi gjithmonë, se jam gopur me gjumë. Kam fut 12 orë normale. Kështu tani mbaroj punë, inshallah po vin ky burri sa më shpejt, edhe të nisem direkt për te dhoma. Mbarova, nuk mbarova, po më tha ajo që për një nga ato restorantet të shtunën është më i afërt i takim që mund të lini. Shtunën thashun të ikim në Frankfurt më trajoj, të ikim në një restorant atje në Frankfurt. Edhe tjetri ishte gjatë gjithë kohës, po duhet merrja një letër që më ka dhënë ata të hotelit. Do t'u jap atyre dhe pastaj t'u jap edhe atyre të restorantit, ishte pak e ngatruar, pak. Thjesht kisha harruar unë letrën këtu tek dhoma dhe po vita marr tek dhoma. Edhe nuk e di, shpresoj të kem fuqi të shkoj prapë atje. Nuk është se kemi larg recepsionin, po prapë sa të bën ajo, të ngrihesh prapë të vesh atje. Tu na i ka sistemuar Rezi ndërkohë. Ti na i sistemove shpirt. Të lumshën duar. Muhametin. Shumë mirë. Nëse
Tani do I fus në një dush trupit, krenës edhe vetes, se jemi akoma me ujë me krip. Sa të bëjmë dushin sa të shtrihemi vajti ora për të vajtur prapë. 2 hours later. Ju flas pas nuk e di se sa orësh. Është ora afërsisht 5 dhe siç e parashikova, nuk kishim për të dalë orën 4. Tani normalisht ka shkuar vonë, edhe atje për të rezervuar restorantin sërish nuk shkova prap, duke qenë se qartësisht u vonuam për të bërë gjitha këto pushimet e drekës edhe fjetjen gjumë. Të paktën fjetëm gjumë. Krenën e zuri gjumi e mora unë në krah se filloi po merrte për kohë, si gjithmonë kur rana shkalon gjumin e drekës, se me çam që nga bërë kjo syzja këtu. Duke se kam I pik në mes të rrugës. Edhe kështu tani po ikim tek pishina, po frika pak herë me thënë drejtën, edhe nuk besoj do jetë shumë e përshtatshme për t'u larë. Që ka një djalë këtu. Djalë është I djali? Ja, stash ka djali. Okej. Unë doja të bëja të famshme, po kjo teta. Zoti ma. E kuptojnë këtë se çfarë po them unë? Jetë në një shqiptar për shembull. Edhe kështu tani po ikim drejt pishinës, se poshtë deti sa të vemi, sa të bëjmë ne. Më mirë këtu te pishina, është e sigurt që do jetë shumë ftohtë edhe pishina, po nejse. Plani për sot me shumë mundësi sërish do përfundojmë duke ngrënë tek bufet. Dhe në fakt, kur I pash tani restorantet me kujdes ishin vetëm 2 à la carte dhe 2 bufe. Vetëm 4 ishin, domethënë, kështu që kur se kemi mëngjes drek dark, sado që 3 ditë, 4 ditë janë, I bie që tek ta do vërtitemi duam s'duam. Tek prapë te bufeja, po këtë herë do vemi tek ai që vajtëm në mëngjes. E që mos I bëjmë gjithmonë të njëjtën. Gjë që e them me bindje të plot, në këto pushime nuk duhet absolutisht të prenotosh 4 ditë. Prenotosh 4 ditë është sikur të thuash erdha dhe të ikësh prapë. Duam që do vizitojmë pak qytetin atje, jo në një dyqan, jo çfarë mund të ketë ky qytet. Kur do e vizitojmë, çfarë do bëjmë. Paktën bëmë ato aktivitetet e sportit sot që ishte një ëndër e realizuar nga ana ime që mezi prisja ta realizoja, nuk kisha provuar kurrë dhe me vërtet që më lanë një shije shumë të mirë ato sportet e ujit. Këtu më sa shikoj, ashtu si dje bë kam foto me aparat, nuk e di se sa do jenë, ndoshta do bëjmë duke qenë se me sa duket ofro kanë the fustanet, se këtë fustan kaq të gjatë nuk besoj që kanë marrë me vete. Edhe mund të kenë marrë, se di, po që. Mirë, s'ka gjë, bëj kështu sikur po flas me ka. Mua bë fotografi im gjithsesi. Ka rëndësi. Jeta ime. Ja e bëjmë ne, nuk kemi nevojë të paguajmë ta nga 40 euro, 50 euro sa duan. Edhe kështu, tani po ikim të qetësohemi pak atje te pishina. Ishin 2 pishina këtu. U futëm te pishina parë ishte shumë ftohtë. Neve sapo vinim vërdallje, po bënim një foto kështu me Terezi e kishim marrë neve. U futëm te pishina parë ishte shumë e bukur, kishte pamje nga deti ajo kështu. Ishte jashtëzakonisht shumë e ftohtë edhe nuk kishte njerëz në fakt aty brenda dhe ishte për të dyshuar që pse nuk kishte njerëz. Pastaj u futëm te kjo e dyta ishte goxha e ngrohtë, ndeje pakun me krenën, sa do vinte Terezi aty. Ai hoteli që do mbyllet pishina, tha fare. E qan fare neve. Deri gjysmë ore në pishinë, tani do ikim se ku do ikim. Kemi ja 3 kupona që mund marrim nga 6 pije secili, për pije me gaz ose ujë ose nuk e di se çfarë mund të ketë atje. Dhe është në fund të dyqaneve. Themi të shkojmë mirë deri atje, të lëmë ato gjëra që kemi në hotel, të shkojmë deri atje, pastaj të vim në hotel, të bëhemi gati për darkë, të ham darkën pastaj pa puna edhe do ikit dita jon kështu. Po bënim një xhiro nëpër hotel që thoni ju. Dhe ju thash dije që ai recepsionin na tha që nuk po ju la ato dhoma që ju takon, po ju lë një dhomë tjetër më të mirë dhe ajo dhoma që gjëja na takonte ishte shumë larg. Ne erdhëm pikërisht tek ajo dhoma e dieshme e jon. Tek kjo zona këtu afër që na takonte dhoma me demek dhe këtu është një mrekulli më vete. Ka një park lojrash, këtu pishina për të rritur ka nga këto rrëshice që të kënaqur, unë vdes fare për këto rrëshice në pishinë. Edhe me demek ai na bëri nder dje dhe na solli nga kaq larg, na solli më afër. Na çonte kaq larg, s'ka problem. Po, as 300 metra po ja. Nëse kemi më afër detin, këtë e kemi të mirë. Me aq vonesë sa dalim ne nga shtëpia, na duhej afër deti që të paktën të lajemi një orë. Krena tani para të parkun e lojrave dhe do të shkoj atje. Edhe hajta heqësh bale. Madje edhe një kids club që nga vetëm me lodra për fëmijë. Ja krena që po luan atje në cep. Sa I pa I ndritën syt fare. Më pas ka rënë ky qerpiku këtu. Edhe nuk e di se si funksionon, por që ka shumë bukur, shumë lezetshëm këtej nga kjo ana. Duhet na kishte sjell nga kjo ana me që na takon te këtej.
kotaj. Do shkojmë do pyesim një herë sa ti thoshte që hapin orën 10 kjo, po gjithsesi ato goca këtu që kanë, nuk e di a bëjnë ndonjë aktiviteta, çfarë bëjnë. Se di, po di që nesër duhet vime patjetër nga kjo ana, se që nga shumë herë më bukur se sa andej. Andej është vetëm deti i bukur. Sapo merrti dhe mesazhin në fakt që të enjten të jemi në orën 3 gati, që i bie kemi dhe pothuajse gjithë ditën të enjten për t'u kënaqur. Besoj që do duhet të bëjmë check-outin. Fluturimi ne kemi në 5:45, që shpresoj shumë që të na dalë koha të jemi edhe 2 orë përpara në aeroport, se kemi shumë kujtime të mira në fakt me këtë 2 orë parshin në aeroport me udhëtimin tonë në Shqipëri. Po të paktën kemi dhe të enjten për ta shijuar, do jenë zëre 4 ditë të plota, i thënë që po ç'ne, se hëna na iku duke kërkuar sa andej këtej, po edhe sot prap duke kërkuar se nuk e di fare ku janë. Ja shqyr që bëm këtë xhiro ndonjë që ti kuptonin se si ishin, çfarë si funksiononin edhe oraret e tyre. Shkoj pa lidhje kjo që mbyllin pishinën në fakt, se unë mund kem qejf që të lahem edhe pak më vonë, apo kanë hallin e sigurisë së njerëzve, se di. Ose ndoshta njerëzit konsumojnë darkën, nuk e di. Nëse tani më vërtet që duhet ikim në hotel, të bëhemi gati se shkoj ora ja 6 e ca më duket, nuk e di. Ndërkohë që në 6:30 hapen lokalet, të bëhemi gati, të lahemi, sa të lahemi, të thahemi neve. Shkova pyeta unë tani te ky Kids Club, se thash mos kishte ndonjë aktivitet nesër, të paktën të vinim ta ndiqnim për krene. Tha ajo këtu është vetëm për rus. Thash what? Pse? Po në tjerë të gjejmë në Shqipëri? Sa është vetëm për rus kjo, jo tjerë tha ikni tek ai tjetri. Okej, thash. I guess se tha kështu se bëj çik dramatike unë. Po, ishte për rus, e thoshte çuditshme që këtu ka kaq shumë rus. Derisa në aeroport, se nuk ju thash, në aeroport kishte aq shumë njerëz që flisnin gjermanisht dhe flisnin gjermanisht mirë, më duket se isha në Gjermani. Kur sapo erdha këtu te ky resorti, nuk e di, vinë më shumë turistë rus, italian, flasin vetëm rusisht, italisht, gjuhën e tyre, anglisht, flasin dhe anglisht, po ka njerëz që nuk flasin as anglisht edhe do më je ruskë? Jo, ç'ne në ruskë. Nuk kam asnjë lloj lidhje, hajde të kisha ndonjë fare lidhje, po nuk kam as lidhje. Dhe kështu, ky Kids Club na ishte nga i dedikuar vetëm për fëmijët të rus. Duhet të gjejmë një investitor shqiptar që të na hapi në këto resortet e Sharm el Sheikh. Në një Kids Club për fëmijët shqiptar që të gëzojmë edhe ne çkretë që jemi në Shqipëri. Atë dyqanin e pijeve nuk e gjetëm. Nuk ka rëndësi, do ta gjejmë të premten kur jemi në Frankfurt edhe atë. Bufi u bë gati, bufi, i lan flokët, i tham se çfarë bën tani, duhet i rregulloj pak me këtë se s'kam se si dal kështu. Shqyr zoti që kemi këtu të tusha. Me një dush lau krenën në rezi, me një dush u lava unë, pastaj mora unë krenën e thava, u la rezi dhe më përkati në kore korta. Akoma si më përkati 100%, domethënë, po. E hoshëm shumicën. Mami bërë video? Po bëj video, mami. Ka mami shpirti. Sa fajti ora, zamra? 8? Akoma shpit që nga 7 pa ca. Nuk e dia do të kapim dot ato aktivitetet që ishin në orën 9:30, sepse kishte aktivitetet çdo ditë pas orës 9:30 të darkës këtu. Shikojmë herë. Gjithsesi bëjmë një xhiro, një foto, një gjë. Me shkak të fustanin e shenjit. Tamam si ajo shpreha që unë në pushimet e mia kaq mirësh me fustanin 15 euro të shenjit. Po shenjit tash se çfarë do blem në fustan 200 euro për të ardhur këtej. Po i bëj këtë flokët tani Roma për Toma. Bëj vetëm nga lart, nuk ka ndërmend se prapë do prishë nesër, kështu që ti bëjmë që nga lart e lart. Jeta ime. Çfarë do vesh Krena? Sandalet, Krena do vesh sandalet tani. Sandalet e bardha. Krena ndërkohë është veshur shumë bukur. Edhe Krena nga shenji, po është për shumë bukur. Është bërë një cupë vogël e bukur. Këto buzët s'po më pëlqejnë shumë. Edhe kisha përdorur pak më të errët lapsin. Hajde, nuk kam ndërmend ta ndroj tani. Nuk kam marrë atë, më duket, nuk e kam marrë krerin që hap këto kaçurrelat. Do i rregullosh flokët ti zamra? Ka kreri kam këtu, hajde nuk po i përdor. Mbaroj dhe Madame Butterfly, do t'i hapi me dorë këto madami. Ti më duket vetë pak si mbi veshur në fakt, apo ta kisha veshur nesër këtë, që do iknim te ai restoranti. Prap si lesh janë ky. Fakt është akoma pak ujë, edhe pse i thava me 2 sarse, edhe me tarsën time edhe me tarsën e hotelit nga një. Po ashtu i akoma. Flokët e mi të palyer. Shumë bukur. Ta shqipikët për shembull të nxjerrin pak nga situata, tani më kanë dalë thinjat mua, po. Mase si shkon njëri thinjat e mia. Okej, kështu duket edhe fustani, është deri në fund këmbëve, me shapka se nuk dua që ti marr ato takët o zoti i madh, edhe një herë që kam mundësi unë të vesh taka nuk i marr, se edhe po bëra foto do bëj nga lart, ose ndoshta nuk do bëj foto fare të bukura, nuk e di. Është puna që nuk kam me çati marr, se kam marr këtë çantën, edhe nuk dua që të marr edhe qese, të marr i rezi qese kot në dorë. Kështu që më mirë po rri me shapka. Më pëlqen shumë ky fustani, edhe pse barku im tani nga i ngrëni më i pashëndetshëm i mundshëm, shikoni pak si duket. Kam harruar të marr edhe kurse. Nëse varja tani do ikim. I'm trying to hold my weight. I'm trying to go my time. Talking expensive pain. It's all a numbers game. I think we all the same. I think we all the same. I think we all the same. During the hours of the day, stay afloat, never drowning in the rain. Recognize the power in my name, beauty in the flowers that remain.
Get lost in the noise. Pushimet all inclusive me vërtet janë vetëm ushqim edhe det kaq. Po me vërtet që ka nevojë ndonjëherë njeriu që të bëjë këto lloj pushime, që të mos jetë gjithkohë në alert. Jo do ikim të vizitojmë këtë, jo do bëjmë këtë, jo do bëjmë atë. Ndonjëherë është më mirë edhe kështu. Hello. Order from the reception. Okay, thank you very much. Po ti pyete. Të deklar. Motra ka shumë zhurum këtu zemra ime dhe s'kam internet të mirë. Doni të merrni pak ushqim për fenën prapën e vet, ai që nuk lejohet që të marrin. E fiku teze, ja ta marr mami fol me teze kalën. Do të flas me teze krena. Edhe nuk na lejojnë me pak fjalë të marrin, po ne jemi shqiptarë. E provoj pak të mbëlsirën, nuk e se nga shumë nga thjesht autosushi se nuk e se kisha ai shumë uri me thënë drejtën. Çan gobur nga dreka edhe nuk doja ta teproja. Po këtë një mbëlsirë, edhe kjo ishte e vetmja. Dhe ndjeja që do ta hiqnin këtë si mbëlsirë dhe do të çonin tjetër dhe kur shkova përsëri nuk e gjeta. Shqyr që e mora ishte në fillim. Më duket shumë e mirë sepse është me limon. Dhe unë kam shumë shef mbëlsirat me limon. Mund të them pa frikë që është ëmbëlsira më e mirë që kam provuar deri tani në resort. Nuk besoj që është limon, është krem pastiqerie më shumë. Është krem pastiqerie, po është që nga me vërtet shumë e mirë. Bëra mirë që nuk e mbusha barkun mirë. Për të ngrënë ëmbëlsirën, që nga me vërtet shumë e mirë. Me sa po shikoj pas ka një show me magji, ku diun me çfarë ishte, në orën 8:30, ora është 8:05, mendojmë që të shkojmë tek ajo se sot nuk ka shumë, fjetëm në 3 ku kënaqëm. Do ta shfrytëzojmë deri në pikën e fundit të ditën sot se s'bën ndryshe. Po në fakt edhe u qetësuam, unë paktën s'po ndihem me lodhur, krena po blet nëpër lokal. Unë erdha te dhoma prap ndrova mendje se vesha takat. Nuk më linte ndërgjegja, thash unë një herë që më erdhi momenti që të vesh taka, mos t'i vesh, po duket më bukur kështu apo jo. Të bëra ca foto edhe më dukeshin në shapkat, kështu që thash jo. Duhet të veshësh takat, dhe kështu që i vesha me që kisha rrugën. Do marr edhe një bluzë për krenë, se sikur u freskua pak koha edhe po mpresin jashtë ata mua, unë ndërkohë bëj video. Mbaroi edhe nata jon për sot. Kam ato shfaqje që organizuan ata, u kënaqëm, kishte njerëz pafund. Fillimisht ajo shfaqja me magjistar, krena u kënaqja zakonisht shumë, donte prape, shëtua prap atë magjistarin, po aq ishte. Pastaj erdhi ai grupi baletit edhe atë ishte zakonisht shumë krena, i duar trokiste, kësonte. Ishin shumë të talentuar, ishin të rinj, dukeshin që ishin të rinj, ndoshta do kanë qenë edhe në shkollë, në gjimnaz dhe punonin aty. Një natë me atmosferë ndryshe. Dita mbaroi sot, unë tani do ndrohem, nuk e keni idenë se sa më vran takat nga dhoma deri nuk e di 500 metra mund të ketë qenë ajo arena që organizoheshin këto aktivitete dhe sërish më vranë si po ecja por erdha këtu dhe isha ulur gjithkohon ulur më shumë kam bërë këto 500 metra do ktheva 500 metra dhe ulur pjesën tjetër dhe më dëm njerëz zakonisht shumë këmbë nuk e keni idenë sot më shiqyr që i hoqa edhe shiqyr që si vesha që në fillim kështu tani do laj fytyrën do ndërrohem ora ka shkuar 10 të paktën e shfrytzuam tani darkën dhe nesër do zgjohemi sërish unë këtë vlogun do ta mbyll këtu sepse shikoj që kam filmuar goxha dhe do dali ky vlog shumë i gjatë nëse nuk e ndërpres këtu. Do filmoj edhe ditën e nesërme që do jetë në një pjesë të dytë. Kështu që ne do të shihemi tek pjesa e dytë e këtij vlogu dhe unë do t'ju lutesha shumë që të më suportoni si gjithmonë me një like, me një subscribe ose një koment poshtë kësaj video sepse më ndihmoni me vërtet shumë dhe ma gëzoni me vërtet shumë zemrë sidomos kur marr ato komentet tuaja aq të dashura, aq të mira, nuk e di se ku e keni gjetur gjithë ato mirësi. Ju falenderoj shumë që jeni njerëz kaq të mirë dhe më thoni fjalë kaq të mira. Kështu neve do të shihemi tek pjesa e dytë e këtij vlogu.